6 raste të reja me fruth janë identifikuar vetëm gjatë javës së fundit në nivel vendi. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë kanë përditësuar situatën epidemiologjike me fruth. Nga 16 prilli deri me 20 korrik 2026 janë konfirmuar gjithsejt 69 raste me fruth. Referuar raportit të publikuar nga IKSHPK, numri më i madh i rasteve është regjistruar në Prishtinë me 21 raste, pasuar nga Ferizaj dhe Kosova me nga 12 raste dhe qendra të tjera me raste më pak, ndërkaq Gjakova nuk është përmendur në këtë raport me ndonjë rast të konfirmuar aktualisht. Në raport gjithashtu pohohet se fruthi është 6 herë më infektues sa gripi, prandaj edhe 1 nga 5 raste mund të zhvillojnë sëmundje të rënda ose komplikime të tilla si infeksioni veshit, pneumomi, humbje e përhershme e dëgjimit, encefalit apo edhe vdekje. Prandaj sipas IKSHPK-s vaksinimi mbetet masa më efektive dhe më e sigurt për parandalimin e fruthit, mbrojtjen e individëve të pavaksinuar dhe ruajtjen e shëndetit publik. Tutje ky institut u bën thirrje qytetarëve që çdo person me simptoma të dyshimta të fruthit, si temperaturë e lartë, skuqje ose ndryshim në lëkurë, koll, rruf apo konjunktivit, të paraqitet sa më shpejt në institucionin më të afërt shëndetësor.